pjala fjalën mësuesës fejime për një hyrje dhe pastaj inshallah filloj me pyetjen e parë. Elhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falënderimin dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. Elusim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu, s'ka kush e lajthit nga rruga e vërtet, këndë humb, s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motra të dashura, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha mirësitë dhe begatit, dhe gjithashtu e falenderojmë për këtë mundësi që po na ofron që të jemi së bashku, tash inshallah më shpesh. E kemi bë me laurën që çdo 2 javë jemi afër jush, për arsye se pyetjet janë të shumta, edhe keni nevojë për shumë çështje për mos sqaru. Inshallah keni me qenë këtë program e pas çdo 2 javë, ndërsa ato ligjëratat mujore qysh kemi folë edhe më herët do të jenë çdo muj. Pra me kënaqësi, Laura, i presim pyetjet. Allah ju shpërbleft edhe ju nderoft. Inshallah. Atëherë filloj me pyetjen e parë. Thot një motër, a bën me bo dhikr dhe dua, a pranohet nëse jena të sëmur e nuk mujna me u fal? Po, gjithsesi, zdatën çajo është mundësia e vetme që na, përderisa jena me cikel, atëherë kemi ndalu me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me bota tavaf qabën, me pas marrëdhënie intime me bashkëshortin, domethënë këto ndalesa të cilat ndalohen për gjatë ciklit, e vetmja mundësi është që na me bë dhikr. Estagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu ekber, elhamdulillah. Domethënë çto fjalë shumë të lehta, të shkurta janë për gojën tonë, për gjuhën tonë, mirë po të Allahu peshojnë shumë rand. E gjithsesi zatën lidhja jonë me Zotin na jetë vetëm me dhikr përderisa jemi me cikel. Tamam, inshallah. Pyetja e dytë, thot një motër, a mundem me marr abdes me ujë të nxehtë se e kam reumen e tash ku aftoft, po kam probleme. Si, domethënë ajo është mundësia të cilën na edhe që se kemi reumen e shfrytëzojna, domethënë e kena të lejuar çfarë do ujë që të përshtatet ty, e ki të lejuar me marr abdes. Nuk është paqare veç me ujë të ftoftë, nuk është diçka obligative, shkruan kërkon. Ma çfarë ujë të përshtatet ty për trupin tën, me çat ujë mundesh me marr abdes. Tamam, inshallah. Pyetja tjetër, thot një motër, çdo ditë maksimumi mund të thot hajdi ose menstruacionet. Po, pejgamberi alayhis salam ka thonë, cikli është minimumi 3 ditë, maksimumi është 10 ditë. Çka është më pak ose më shumë prej kësaj, nuk është cikel, është istihada, është rregullim. Domethënë, kjo është sipas hadithit pejgamberit, nëse dikujt zgjat se po kam shumë pyetje për shembull prej xhamatlikëve që kanë problemet tash kur është koha e menopauzës, edhe kam probleme, ju vinë ka 2-13 ditë, 15 ditë, ju zgjasin, domethënë se dinas kur kam fillu, kur mbarojnë, domethënë janë çato probleme kogja shumë që përballen me to. Mirë po, domethënë mos e harroni që nëse është më pak se 3 ditë, nuk është. Nëse është më shumë se 10 ditë, ajo konsiderohet istihada, çrregullim, e që për to kur ki probleme, kur është çështja istihada, duhet me marr abdes për çdo namaz, masi që të hin koha e namazit. Masi që të thirr për shembull ezani i drekës ose ezani i kindis, merr abdes, brenda çasoj kohe vlen abdesin. Momentin që del koha e namazit, prishet edhe abdesti. Domethënë e prishet i se prishet, nuk konsiderohet që ki abdes. Tamam, shumë e qartë.
Pyetja tjetër thot Eselamu alaikum, kam një pyetje. Aleikum selam. Ecë marë, çka duhet me ba me shku punë të mirë? Duhet gjithçka me ba. Mas pari, këtë dynja Zoti na ka pru që çdo njeri me të vërtet ka lloj sprova, veç inshallah të mdhaja s'kena. Këtë dynja rahatit të përgjithshme, të përjetshme, 100% son gjena. Ato le të dim se edhe s'është interesant jeta në këtë botë, qofse na ke shkruar gjithherë mirë. Po ka njëherë ka batica zbatica. Çka po thot Zoti në Kur'an? Inna ma'al usri yusra. Pas vështërsisë vjen lehtësimi. Ajeti i dytë, Allahu thot fe inna ma'al usri yusra, e përforcon Zoti fjalën e tij. Vërtet pas vështërsisë thot vjen lehtësimi. E vërteton Allahu sikur na citojnë ai ka dhënë vul. Domthon e vërteton fjalën e tij që po thot pas vështërsisë vjen lehtësimi mas pari. Po tani çfarë po thot? Vërtet pas vështërsisë vjen lehtësimi. Është betu Zoti. Ka bëbe në Kur'an që domthon pas vështërsisë vjen lehtësimi. Që edhe na si besimtar duhet me pa që ka një herë mundet me shku diçka keq, ka një herë nuk shkon sipas dëshirave tona. Mirë, po lidhja jonë me Zotin nuk duhet mos bëj kurrë. Në çfarëdo situate që gjendemi na, lidhja jonë me Krijuesin duhet me kon 100%. Me kon afër tij, me falendëru ato në çfarëdo situate që je. Për arsye se çka ka thënë pejgamberi alayhis salam, edhe ky hadith është shumë optimist për besimtarin, edhe shpesh herë ka një herë neve na do këtë keq që na ka ndodhur diçka, mirë po shumë ma vonë e kupton urtësinë e asaj ndodhie. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Çudi është me punën e besimtarit. Nuk ka thënë puna e besimtarit është çështo, po ka thënë çudi është me punën e besimtarit. Çfarëdo që ti ndodh aty është hajër për ta. Nëse i ndodh diçka e mirë, e falenderon Zotin. Nëse i ndodh diçka e keqe, bën sabër dhe prapë e falenderon Zotin. Domthon, jo më thon Zotit ku koza çka mbane, çka ajo të mgjet, lese mos po të lutna, po të falna, po rri oferteja, po du më të besu ty, as çka mu ka bë punë, çfarë jetë mu ka bë rënë të mërshme. Domthon, nuk guxojna na asnjëherë me qenë pesimist drejt lidhjes tonë me Allahun xhaleshanuhu. Po gjithherë duhet me shpresu. Ne, Zoti më sprovoj diçka, s'po më shko diçka mirë që tash, po inshallah ka më përmirësu. Mirë po, edhe na duhet mi marrë shkaqet edhe sebepet për më na shku dhe puna mirë. Ju thash në ligjëratën e kalume që ka njerë Zoti e sprovon në robin, kur e shes që s'pi lutet atina, s'po lutmit e Zoti, s'po bojna dua, çka thot pejgamberi alayhis salam? Allahu mërzitet edhe e ka harru zonin e robit, për më janë dëgju zonin e robit vet, e sprovon diçka që ai më ju lut atij, më ju afru atij. Për ata, domthon edhe ka njerë kur sprovohem me diçka mos të bojna shumë të madhe, me thon ku më gjet Zoti veç mus, po më shko kur xhamir, s'është diçka në rregull, për arsye se ne jemi njerëz e mos t'ja harrojnë atë mirën Zotit, sa ditë po të shkojmë punë të mirë, mrena një ditë një javës, po shkon diçka mirë, s'po funksionon mirë, na me njëherë mu po pesimista, ja, kur gjësa të shku mirë. Domthon, me shpresu gjithherë në ato që Allahu edhe pas vështërsisë ka më na dhon lehtësim, edhe pas asaj të keqen nëse shumë që po na ndodh, ka më na dhon një të mirë, pas sprove, por lidhja jonë me Zotin, me marrë shkaqet edhe sebepet, mos be edhe mos mu largu. Qysh është? Me ba dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes, që kjo na mbron prej gjithë thatë këqija, qoftë prej njerëzve, qoftë prej gjinëve. Me fal me rregull 5 kohë të namazit. Me marr abdes katë do që të shkojna, mos me ecë pa abdes. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, shokëve vet sikur ta kishit një armë në trupin e juve, edhe dilni me shku dikona do të ndihni të sigurt, kanë thonë po ja Resulullah. Ka thonë që ashtu është edhe abdesti, është armë e besimtarit, ti je i sigurt, prej çdo të keqe, qoftë prej shejtanit, qoftë prej insanit, prej gjitha të këqija. Domthon këto janë shkaqet. Pastaj, me dhon sadak shpesh. Në momentin që e shoh që diçka s'të funksionue mirë, diçka
mu kanë gushtu gjoksi, po shkon diçka zhurum, po fëmija janë çrregullu, janë të shku diçka me rregull, vetë çun dhe jep një sadok. Bënë njetë për hir të Zotit, edhe bënë njetë, o Allah, për shembull, largëmi të këqijat për shtëpisë tem. Bënë njetë për hir të Zotit, o Allah, qetësomi fëmijët e mi. Për hir të Zotit, o Allah, çoma rrezikun në shtëpinë tem. Domethënë, sadaka është çelësi i krejt begative, dhuntive që dojna na me pas në këtë dynjë. Edhe në momentin që e shihni që sot u shku diçka mirë, ju propozoj dhe ju proces që vetë çunë dhe jep një sadok. Pavarësisht se çka ki. More ka njerë në shkofsh, do fëmijë një pafsh që ka nevojë, a një familje që e din që ka nevojë diçka më shumë, harxoj 50 euro për to, 100 euro harxoj për to, thuj zinë që si ki çato pare, zinë që të kanë hub çato pare. Po bënë njetë për hir të Zotit sadok. Ki me pasë që shkime një veten mrena, sonë kur t'ju legjeroj edhe kur t'flas kom qef me fol prej vetes. Që shumë ka ndodhë, që shumë dijone, edhe që ashtu kom qef me ju fol edhe juve. Që ose s'ju flas prej asoj ndjesis brendshme temës, nuk ka vlerë dhe nuk vjen ligjerata jam të ju hiç s'hen mrena në zemrën e juve. Edhe mu ka ndodhë shpesh, që ka thonë kjo motra, ka njerë, kur gjësë ka shku marë. Ju m'dal, u prish kerri, u prish ajo, u bo kjo, kam fillu zhurma, fjallë, bezdisje. Që jep sadok, shrihe qelësin e suksesit edhe qetësis, edhe të rahatis, edhe gjithë shkafit. Dëmohan jënë këto veç disa opcione, po mbi gjitha lidhja me kryusin, edhe sa ma shumë e thonë stakfirullah, edhe ajo t'ja bon mrekullin jetën tane, ajo shumë fjale let, aje të pastruen, aje të pastru shpin, aje të ec, veç thuj, estakfirullah, 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 estakfirullah. Gjithsesi, para se me ra me flajt, mos t'ju zen gjumi kur njetën e ju, bile 100 herë pa thonë estakfirullah. Që atu është qelësi i qetësis që ka me ta thonë Allahu, gjatë gjithë natës i shala. Se s'po kutojna mu fokusun është ta laurën shumë, se kom qa foli bëllë për këta, se qysh më na shku punë ma mirë, po mos mi hin hak edhe kësoj motrës edhe motrë tjera, se cila ka pak inshallah. Inshallah. Një pyetje tjetër thotë, pse shpesh thojmë Zoti e di, po prapësimi të qetë? Këtu është pyetje imani në zemrën tane. Është vërtet që Zoti e din, gjithçka e din Zoti. Edhe çka fshihum na në zemrat tona atje që mund është mi u kamuflu kujna dush, mi thonë unë jem që kjo, e kam që të mene, e kam që të zemër, mirë po Zotin a i din atje më brendësin tonë 100% se çka fshihum na në zemrat tona. Edhe çka kena në mendje tona. Mirë po, kjo është shprehje që me të vërtet Zoti e din, po edhe Zoti ta ka dhënë trunin, logjiken, intuitën, që dhe ti pak me shti atë trunin të në punë. Se Zoti e din për gjithë shka, po dhe neve na i ka dhënë atë fuqin mendore që edhe na me ditë se qysh me zhvillu këtë botë, edhe qysh me ecë në rregullat e kësaj jete. Për shembull, nëse jena tu i grave turës edhe i ki rregullat e komunikacionit atu thot 50 ma shumë nuk lejohet. Tash ti e dite, apo thojna Zoti e din, ti e dite që çaj rregull është çakaq, po ti jepi gaz 100 e merr dënimin. Domethënë, Zoti e din për gjithçka, po ta kalon trunin që ti me menaxhu jetën tane deri ku, sa, qysh bën, ku bën, çka bën. Edhe përmes Kuranit dhe haditheve të pejgamberit, është lehtësimi që na me ditë rregullat e kësaj bote se si duhet mu zhvillu një jetë e një besimtari. Kjo është lehtësimi i madh për neve. Pyetja tjetër është, si me dallu nëse diçka që ndodh është sprov apo dënim prej Zotit? Këtu është thik me dy teja. Ka një herë do punë, thot Zotin Koran, atë gjitha ajo që ju ndodh në jetën e juve është shkak i veprave tua. Apo? Po tasht, edhe tjerat hadithe janë që Zoti do t'ju sprovoj me gjithçka në këtë botë.
me humbjet pasurisë, edhe plus edhe ajet kuranor ka me humbjet fëmis. E me gjithë shka dëmon që mundet me ndodh edhe ajo është përmendet si sprovë. Po na si njerëz duhet me pa veten, edhe me qit veten, me analizu jetën tonë, për se cila. Se unë, a jam praktikuse, ta mon që shka thonë Zoti edhe pejgamberi a.s. Po mundona që me qenë me tërë qenjen tem, kujdesshme në ato se qka po veproj në këtë botë. E dim që dhe na mujna me pas lëshime. Po na mujna me pas lëshimet minimale, në qofë se kina me pas frik respekt për i Zotit për gjdo pun që e bojna. Për gjdo që e bojna ti mu qu dhe me mendu. Me thonë, a dënë Zotit që të vej për që më të e bo, apo se dënë? A ka thonë pejgamberi me bo qëto, apo s'ka thonë? Vëlla, pejgamberi ka pëlqy qëto. Po, jo pa hajtë se s'pe boj. Dhe më thonë, ato po lunë tani egoja jote, po jem poshtë dashuria për pejgamberin, dashuria për ato që qka e ka bo pejgamberi që edhe na me bo, nuk po donë me bo. Dhe më thonë, se cili njeri duhet me po vetën e vetë, se s'muj me thonë, në s'muj me adhon as një kartë, kur kujna, me thonë që ty, Zoti, o të t'i dhonë krej që të këshia shkak se ti je mëkatare. Jo, as ti asone, nuk mujna na me nda as një bilet, për kur kanë me thonë se ty, Zotit, ka sprovu, ta ka dhonë që të fmi, me qëto probleme se ti je mëkatar. Jo, nuk e dim, ato raporti mes robit edhe Zotit, e din se cili rab për vetën e vetë, edhe din Zoti për robin e vetë. Na nuk guxojna që i ndëgjoj shumë njerëz që flasin për tjertë. Mire ka gjetë, se qështu, harami që ka bo, haramin që ka bo, veprën që ka bo, jo, nuk e dim na. Ku pe din ti se për çfarë arsye ka qenë i shtymin ashta me bo. Nështë pa dëshirën e vetë ka ronë qatë haram, pa dijen e vetë e ka bo. Dhe më honë, se cili njeri këtu, as prov, a dënim, e din vetë prej vetës dhe vetë se sa është praktikusi islamit, sa ka lidhjen me Zotin a njeri, edhe që atu vjen poenta e ti, edhe din se cili për jetën e vetë se a e ka sprove, e ka dënim. Po si do që tjetë, unë pjo përsëres gjithherë, nësë qka do që të në ndodhë, prap na nuk guxojnë as tak për ullam ja marri natit tash Zotit. Që çka mbani Zoti? Që çfarë sprovë më dha Zoti? O Zota se gjete tjetër kanë më sprovu veç mu. Na sunë mësojmë Zotin se cilën rab të vetin e ka përzet për sprovë. Nuk mendoj që ka njerit këtë dynja që ka bot disa vjet e që s'ka kalu në për do sprova, në për do sprova të rana në ashtame, dikush i ka më atleta, në varet edhe prej kapacitetit dije sa ka, edhe timonit sa ka, që sa monet me qu. Që ashtu Zoti sprovan robin sa e din që ka mundësi aj me përbalu. Nuk e sprovan për te i mundësis. Askan. Edhe, shpesh herë, nështë sprovat ndodhin për t'i kanë që Zoti dënë me ngrit qatë njeri manalt. Nuk dënë me lanë qatë pozitën ku është. Për shemull ki sprova në vendin e punës, të nënçmojnë, t'i njërojnë, të poshtrojnë, s'ta jepin vlerën që ti e ki dhe kapacitetin që ti e ki, kundrejt atyne që se kanë aftësin dhe kapacitetin tanë. Mirë po ti dura, bëhoj duru shumë. Më pështet ju Zotit, se nështë ta qaja sprov dhe qaj nënçmim, që po të bëhët prej atyre të cilet nuk e kanë kapacitetin tanë, është ngritje për ty. Mirë po ki me kuptu ma vonë, nuk më nëshmi kuptu kej gjëmat trap-tap, që të ka ndodhë sprova që të me kuptu urëcine sprovës me njerë, që të ka ndodhë sprova për Zotit, me kuptu ti me njerë se shka ku ishti me kati pas ka qenë. Mirë po, neve kur do që na ndodhë një sprovë, një keqe, na mu mundu me qenë qatë nivel timonit, që vetëm mu na forcu Allah edhe ma shumë, edhe mu forcu lidhja jonë me Zotin edhe ma shumë. Jo mu largu për Zotit, asesi. Sa Allah ku më na i posë seriozitetin ton, që e kena lidhjen me të, dhe aj këmë na i shpague edhe qatë sprov që kemi pas, qatë nënçmim, qatë përullje, qatë varfri, qka do qoftë në këtë dynja, aj këmë ta shpagu qatë shumë fish, sa që as ti vetë s'ki me ditë se ka po të vjen, pse? Se këmë të po vendosmërin, ndashurin dhe lidhjen me Zotin që e ki,
edhe për që ata Allahu ko me të shpagu ty me shumë fish të mira dhe shpërblime, pas asoj sprove dhe çfarë do e keqe që ka mujt me ndodhë. Do me thonë, ju përësis edhe vetin edhe juve, muë për veti, prej personalisht, prej vetës te, momentin që sprovohna diçka, besomni që veç ka forcohna ma shumë, edhe ngritna ma shumë, edhe njerëzit që e shoh që munohen me ta hupat vlerën që e kiti, unë veç ka e du dhe ma shumë vetën dhe besoj vlerave të mija që i kam. Dhe më thonë, mos u bënë prej atyre që mos beh dhe mos brops, me thonë, a thu që për një me unë e bash kur gjës të kja ma, bash kur qëfar vlera s'ka ma, se ma mirë se që e njeti vetën, kur kush nuk mënet me të njoftë. Ma shumë se që duhet me vlerësu ti vetën, mos e prit vlerësimin prej kur kujmë botë. Për ata, lidhu me Zotin fort, besoni Zotit fort, që unë fal një namaz natës. Këtu është pojenta e lidhjes tonë me Allahun. Dhe çka kena sprova, derte, halle, këtë dunja, që unë në sejdë namaz natës, shpraz një Allahu xhaleshanuhu, sa e ko kontën e madhe dhe pranon gjithçka prej neve. Edhe bashkë, që asi njerëz lyp Allahu, që ju kam mbështet ati, kërkojmë prej ti, edhe ai inshallah na jep të mirë dhe na i shumë fishon të mirat në dynja dhe në ahiret inshallah. Inshallah se zgjata shumë Laur. Jo. Kem një pyetje fundit në fakt. Pyetja është kështu. Çka duhet me bë kur ndihesh i humbur ose i lodhur shpirtërisht? Paka shumë me citat, sprovës lidhet. Do më thonë, qëto janë mësimet. Mos më shkput lidhja me Zotin, më afrua për Zotit, me bas takfirullah sa ma shumë, la haula wa la quwwata illa billah, nuk ka fuqi tjetër përveç Allahut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kjo fjala disa madhe është motra. Më mjafton Allahu. Çka po do ti tjetër mi thon Zotit, o Zot, mjafton ti kur kush tjetër s'po më vyn. S'kam nevojë për kur gjë tjetër. Elhamdulillah që të kam ty. A dini sa shpesh i thon Zotit, o Zot, po shumë du. O Allah, po i mirë je. Mos të kisha pas ty çka kisha bon këtë botë. Shpreh në dashuri me Zotin. Kallzoni Zotit që e dani shumë. Bonë sikur tamam e ndini dhe përjetoni dashurinë me Zotin. Çka mundet më na ndodh në kushtim në zemrat tona, edhe diçka e keqe në zemrat tona, që ato është pojenta që Allahu na frymëzon me lumturi, me dashuri, edhe me qetësi shpirtërore. Që ato e gjojna, lidhjen me Krijuesin është gjithçka që e kena të rregulluar në këtë botë. Ama inshallah kjo ishte edhe pyetja e fundit. Nëse ka ndonjë motër që dëshiron me pyet mësuesen drejt për drejt, mundet tash, ose me thonë diçka, ndonjë histori të jetës saj lidhje me sprova, apo pavarësisht mundet me fol, kemi kohë edhe një 50 minuta. Motra Selvia ka dërguar me fol, kështu që motër Selvia, mikrofoni është për juve. Ella dul Silvia, po më duket. Jo, këto është. Selam aleikum, motër Selvia, po ndëgjohesh? Se ju tregon Laur që kena me fillu sonte me